Mirëmbrëma, edhe sot kandidatët për kryetar komunash kanë vazhduar fushatën duke shpalosur programet dhe ofertat e tyre përpara qytetarëve. Premtimet për investime në arsim, në shëndetësi, në bujqësi, sport e kulturë, pa lënë anash ato në infrastrukturë, ishin në qendër të deklarimeve të kandidatëve për kryetar komunash. Gjatë minutave vijuse do t'ju informojmë në mënyrë të përmbledhur mbi aktivitetet e subjekteve politike në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Nevoja për shumë investime në raport me numrin e banorëve ishte tema kryesore që u diskutua sot në tubimin elektoral të zyrtarëve të lëvizjes vendosje me banorët e kësaj komune. Prandaj, nënkryetari i kësaj partie Glau Konjufca tha se Valon Prebreza, kandidati i kësaj force politike për kryetar, ka një program gjithëpërfshirës për ta bërë fushë Kosovën më funksionale dhe më të jetueshme. Banorët e lagjës Dardania në Fushë Kosovë patën mundësi të bisedojnë nga afër me nënkryetarin e lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca, si dhe Valon Prebrezën, kandidatin e kësaj partie për kryetar komune. Në kuadër të fushatës elektorale, ata u zotuan se besimin e tyre me votë do ta kthejnë në zhvillimin e infrastrukturës dhe përmirësimin e shërbimeve komunale. Fushë Kosovë me vendos të parin e Fushë Kosovës Valon Prebrezën, sepse e kemi vërtet një kandidat të qelluar, edhe është koha që Fushë Kosova me ndryshu. Na e dim se sa banor ju kanë shtu Fushë Kosovës. Edhe e dim se çfarë qyteti o koni planifikun Fushë Kosova në fillimet e saj. Për sa banor, uji, kanalizimet, krejt të shërbimet që ka janë, për sa banor edhe sa banori ka tash Fushë Kosova. Fushë Kosova mund të më konsideru tash një qytet i madh i Kosovës. Kandidati i vetëvendosjes për Fushë Kosovë Valon Prebreza prezantoi disa nga projektet e tij: ndërtimi dhe funksionalizimi i një ambulance të re, menaxhimi i pronave të Kekut, zgjidhja e problemit të varrezave e mbështetja bujqëve ishin disa prej tyre. Në 4 vjeçari tashëm çdo prona publike që janë TAKP-s, ndërmarrje publike të Kekut e Kurrudhës kanë mi kthy dikun kopshte, e dikun parqe për fëmijë, e dikun shkolla. Projekt kryesor në arsim e kem kampusën e shkollave të mesme. E kemi një pronë në lagjen Akarad, janë dikun 3 hektare, 6 hektare. Aty do ta ndërtojmë kampusën e shkollave të mesme, kanë ameliru komplet këto hapësirat ekzistuese. Modeli konkret që është në Gilan. Në këtë tubim me banorët e Fushë Kosovës, zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje thanë se fushata atyre në këtë komunë fokusohet te afërsia me qytetarët dhe prezantimi i planeve konkrete. Me premtimin për transparencë dhe vazhdim të kryerjes së punëve të mira në komunën e Mitrovicës së Jugut, ashtu siç ka punuar si ministër, kandidati i Partisë Guxo, Lëvizjes Vendosje dhe Alternativës Faton Peci mbajti tubim elektoral në shkollën Andon Zakoçajupu në këtë qytet. I shoqëruar edhe nga kryetari i Mitrovicës së Veriut, Ardenatić, Peci tha se projektet e tij do të jenë të prekshme dhe nuk do të mbesin vetëm premtime. Para përkrahasve në Mitrovic, kandidati për kryetar nga partia Guxo, Lëvizja Vetëvendosje dhe Alternativa, Faton Peci, kërkoi përkrahje nga elektorati me premtimin për një komunë që do të jetë zhvilluar e së cilës do t'i kthehet emri e tradita. Pasi shpjegoi se rruga politike për të nuk ishte e lehtë, tha se në angazhimin e menaxhimin institucional është treguar i suksesshëm. Prandaj, ai premtoi realizimin e projekteve të reja për Mitrovicën. Na duhet përkrahja juaj në mënyrë që ne ta transformojmë Mitrovicën. Mes tjerash, ne do të themelojmë 2 ndërmarrje publike komunale. Atë për transportin publik edhe ndërmarrjen për adresimin e çështjeve banesore. Gjitha hapësirat rreth objekteve banesore. Lifta, shkollë do të mirëbohen, por njëkohësisht edhe gjitha hapësirat publike dhe gjelbërta nga këtë ndërmarrje do të kemi me menaxhim të mirëfillt. I bindur se do të marrë përkrahjen e Mitrovicasve, Peci tha se dyert e tij si kryetari i komunës do të jenë gjithmonë të hapura. Një ditë në javë do të jemi hapur për çdo qytetar, për çdo kategori. E minimalisht një ditë në javë do të trokas në çdo ministri, për shkak se neve nuk na takon me qenë dënvend, se jena qytet i njerëzve punëtorë.
jena qytet i njerëzve hynatorë, jena qytet i avangardës, i kulturës dhe i sportit. Na e ka vështirësu jetën problemet politike, posaçërisht pas luftës edhe problemet që lidhen me industri. Edhe ato do të marrin adresim. Edhe çështjet e vetëm industriale kemi trajtu në qeverisjen Kurti 3. Në këtë tubim elektoral në përkrahje të Pecit ishte edhe kryetari i Mitrovicës së Veriut Erdenatić, sipas të cilit e tërë lëvizja vetëvendosje qëndron prapa kandidatit për kryetar të Mitrovicës së Jugut. Në këtë takim me qytetarët e Mitrovicës, edhe kandidati për kuvend komunal nga partia Guxo Visar Sylla premtoi punë e angazhim për realizimin e projekteve që ndërlidhen me mirëqenien e jetës së qytetarëve në veri dhe jug të Mitrovicës. Fushatën elektorale, Uran Ismaili, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës, sot e vazhdoi në kryeqytet, konkretisht në takim me banorët e lagjes Kalabria. Përveç disa projekteve që prekin direkt jetën e tyre, si ai përfundimit kolektorit, ai foli edhe për projektet e tij në nivel komunal si qerdhet, parqet, shkollat e sheshet. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili mbajti tubim elektoral me banorët e lagjes Kalabria në kryeqytet. Derisa shpalosi programin para banorëve të kësaj lagjeje, Ismaili shprehu bindjen se tani ka ardhur koha për qeverisjen e PDK-s në Prishtinë. Prandaj, premtoi se votën do ta përkthejë në punë e përgjegjësi në të mirë të banorëve të Kalabrisë dhe gjithë Prishtinës. Ky është udhkryq i madh. 25 vjeçari, përvoja jonë me Prishtinën apo diçka e re? Një kohë ma e re, një kohë e mirë, një kohë për Prishtinën në të cilën qyteti është funksional, në të cilën trotuaret janë rregull, ndriçimi janë rregull, qerdhet nuk janë larg shtëpisë, parqet janë afër, ka qetësi, nuk ka qenë ndacak. Në këtë takim me elektoratin e tij, Ismaili foli edhe për sheshin George Bush, punimet në të cilin janë bllokuar. Ai premtoi rregullimin e hapjen e tij, e gjithashtu edhe investime të shumta në transport publik e rrugë. 0 lekë të reja ndërtimin 6 muajt e parë. Unë nuk besoj në idenë që një politikan do të më dhonë do premtime dhe më dhonë me juve e kum kry. Sepse ti e në shërbim gjithmonë për ata qytetarë. Ndërtimin e 2 qerdheve të reja, ndërtimi 2 parqeve, çdo shtëpi, çdo banesë nuk do ta ketë parkun më larg se 300 metra. Përfundimi kolektorit dhe infrastrukturës përcjellëse. Mes tjerash, Ismaili premtoi edhe ndërtimin e parkut jugor të Prishtinës prej 12 hektarëve, shndrimin e stacionit të autobusëve në qendër multimodale të transportit e ndërtimin e një qendre komunitare kulturore. Që në qovë se nuk i arrin 90% të këtyre që a i pat, edhe shumë gjërave tjera të cilat i kam premtu gjatë kësaj kohe në i gjeni në website-in tem. Uran Ismaili, mandat dhe vot nuk lyp më kur. Në të njëjtën kohë, kandidati i PDK-s për kryetar të Prishtinës kërkoi votën e banorëve të lagjes Kalabria edhe për kandidatët për kuvend komunal, me premtimin se ata do të jenë zëri i tyre. Takimet elektorale Partia Demokratike e Kosovës në Prizren i vazhdoi sot me banorët e lagjes Bajram Curri, derisa kërkoi besimin e qytetarëve edhe për një mandat. Kandidati i kësaj partie për kryetar Shaqir Totaj foli për projektet e realizuara dhe të tjerat që presin të finalizohen. Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren zhvilluan një takim me banorët e lagjes Bajram Curri, ku u diskutuan investimet e deritanishme dhe projektet e ardhshme për këtë zonë. Kandidati për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, u zotua se do të vazhdoj me projektet e nisura, duke parë lagjen si një zonë në rritje të vazhdueshme dhe me nevoja të reja infrastrukturore. Ai theksoi se PDK nuk është në garë vetëm për një qytet apo një mandat, por për një mision afatgjat në shërbim të qytetarëve. Normal që një nëndek që angazhohet dhe jep kontribut serioz, domosdoshmërisht ka qenë një ndër prioritetet tona në qeverisje dhe u përmendën gjitha punë që janë bërë, por natyrisht asnjëherë nuk është bërë. Na do të vazhdojmë në mandatin tjetër me punë tjera sepse qyteti ka nevojë, lagja është në rritje sipër, është në ekspansion, edhe kur një lagje është në ekspansion, domosdoshmërisht edhe nevojat janë të tilla në ekspansion. Edhe kjo do të vazhdon në këtë mënyrë. Do të më falenderoj këtë drejtorat që kanë dhënë kontributin, edhe përveç punëve infrastrukturore, projekteve, gjanave tjera, ka dhe indikator të madhshëm performancës numerik që i kanë treguar një performancë mirë qeverisjes lokale.
Barsi i listës së PDK-s në Prizren, Kujtim Gashi, tha se ekipi aktual meriton edhe një mandat, pasi në këtë lagje, sipas tij, janë realizuar shumë projekte të rëndësishme. Jem me një lagje të veçantë, me një lagje që është transformu krejtësisht këtë mandat, me një lagje ku janë ndërtu e janë realizu shumë projekte fal kryetarit Shaqer Totaj, fal drejtorëve aktual të komunës Prizren, të cilët janë sot edhe kandidat për kuvendin e komunës. Në përmbyllje të takimit, PDK në Prizren kërkojnë mbështetjen e banorëve të kësaj lagje për të realizuar projekte të tjera që synojnë përmirësimin e mirëqenies së tyre. Në tubimin e sotëm elektoral, Lidhja Demokratike e Kosovës u ndal në Prishtinë. Kryetari i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, kërkoi votën e banorëve të kryeqytetit edhe për një mandat për përparim Ramën, kandidat për kryetar nga ky subjekt politik. Ai tha se në drejtimin e Ramës, Prishtina mori hovë të zhvillimit, kurse Rama u zotua për vazhdimin e transformimit të kryeqytetit. Votën edhe për një mandat për parim Rama, kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës, ua kërkoi sot banorëve të kryeqytetit, të cilëve u premtoi se do të punojnë në jetësimin e projekteve të rëndësishme në të mirë të tyre. Bashkë me të, në degën 2 të Prishtinës qëndroi edhe kryetari i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, i cili tha se vetëm me këtë forcë politike përfundohen projektet e mëdha për Prishtinën e Kosovën. Pra Prishtina është motor i zhvillimit dhe nuk është rasti këtu që në këtë kryeqytet, në këtë motor, LDK gjithmonë ka qenë si në shtëpinë e vet. Sepse kur qytetarët e Prishtinës kërkojnë vizion e punë, ata gjithmonë e shikojnë rrugën drejt nesh. Kur kanë kërkuar stabilitet, ne u kemi dhënë këtë stabilitet. Kur kanë kërkuar punë konkrete, ne u kemi sjellë atë punë. Dhe këtë e dëshmojnë sot bashkë me të gjithë ju, sepse 4 vite më parë ne erdhëm në qytetin tonë me një vizion të ri, me një kandidat jashtëzakonshëm. Abdigjiku theksoi se me Ramën jo vetëm në Prishtinë, por edhe në nivel të Kosovës është realizuar projekti më i madh, ai i mësimit gjithditor. Është investim në çdo familje, është investim në çdo prind, në çdo fëmijë. Është projekti që bën dallimin mes Prishtinës së kaluarës dhe Prishtinës së ardhmës dhe për këtë duhet falenderuar kryetarin ton për parimin. Jehonën po ashtu dhe ekipin ton në kryeqytet. Jehona falenderoj shumë për punën e madhe që ke bërë. Një tjetër projekt që ka nisur e ka marrë formë, rruga A dhe Unaza brendshme Prishtinës, është sot ikon e punëve tona. Ky projekt është frymarrja e qytetit, është mënyra se si Prishtina del nga kaosi urban, si qytetarët fitojnë kohë, si bizneset fitojnë qasje, e si qyteti fiton standarde të reja. E në fjalën e tij, përparim Rama u shpreh se me të në drejtimin e kryeqytetit janë realizuar projekte të shumta, përfshirë pastrimin e zonave të ndryshme, asfaltimin e rrugëve, e zgjerimin e rrjetit të kanalizimit. Pra kemi bë përmirësime të mëdha në rrugë, në kanalizime. Kemi vazhdu zgjerimin e rrugës Bajram Batiri me 3 korsi në drejtim të Gollakut, sepse kemi një gollak, një natyrë të mrekullueshme atje. Kemi sanu e asfaltu shumë rrugë në Kolovic, edhe lagje tjera si në Tasligje, në Gjinaj dhe Takbashi. Rama u zotua për transformimin e kryeqytetit bashkë edhe me kandidatët e LDK-s për kuvendin komunal. Qyteti i vynë me qenë i qytetarit, me kriju hapësirat të sigurta, hapësirat të shëndetshme, hapësirat të mirëfillta. Propozimet tona që thojmë, po e ndërtojmë sheshin prej rrethit të Flamurit deri tek tregu i vjetër këtu, e kanë një prapavi, një ide e cila ndërlidhet me një shesh 2.6 kilometra që lidhet me shëndetin e qytetarëve. Po ashtu i ndërlidhim dhe të lagjet më të mëdha të kryeqytetit.
Planifikimet tona në 4 vitet e ardhshme fokusohen në forcat e kryeqytetit, sepse ne kemi planifikimin, ne kemi pronat, ne kemi vizionin, ne kemi projektet, ne kemi investitorta që edhe nga jashtë janë të interesuar me investu këtu, edhe të jashtëm, edhe të brendshëm, edhe së bashku nuk ka që në ndojnë. Do ta ndërtojmë edhe unazën e jashtme, do ta përfundojmë unazën e brendshme. Në këtë tubim elektoral të LDK-s u tha se përparim Rama ka dëshmuar veten si vizionar në kryeqytet me ndryshimet që ka bërë deri më tani dhe të tjerat që ka planifikuar për 4 vitet e ardhshme. Ekonomia dhe arsimi janë dy çështje të cilat do të jenë në fokus të Bashkim Budakovës, kandidatit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Lipjanit. Në prani edhe të kryetarit të partisë në takimin elektoral të mbajtur sot në këtë qytet, u tha se edhe sigurimi i ujit pishëm, por edhe trajtimi i ujrave të zeza janë projekte që do të realizohen. Fushatën elektorale në ditën e 13 të saj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e vazhdoi sot në Lipjan. Kryetari i kësaj partie Ramush Haradinaj, në takim me qytetarët, kërkoi prej tyre që duke i dhënë besimin Bashkim Budakovës për kryetar komune, njëkohësisht ata i japin mbështetje edhe plan programit për ndryshimin që ai e ofron. Ai rikujtoi rëndësinë e qeverisjes komunale si tera e parë e ankesës të qytetarëve. Qeverisja komunale, si kurse e thatë, është i dedikohet qytetarëve, i dedikohet temave që ata i kanë në rëndësi. Si Aleancë, atje ku kemi marrë besimin, kemi mri realisht me e kthy qeverisjen në shpresë për njerëz, për qytetarët. Sikurse dini në disa komuna ku qeverisjen vërtet është një gjendje e mirë dhe një vlerësim i mirë. Në disa komuna tjera bojmë përpjekje, sikurse rasti edhe këtu në Lipjan, pra me marrë besimin e qytetarëve, edhe mundësisht me qenë një zë i tyre edhe në asambleje, në parlament, po me shpresë edhe në qeverisje. Megjithatë, në këtë takim me elektoratin e Lipjanit, Haradinaj i theksoi rëndësinë e projekteve që ofron kandidati i kësaj partie për kryetar komune. Lipjani ka potenciale shumë, ka mundësi zhvillimi, është një zonë vërtet me shumë potenciale dhe njerëz janë të zotë, të vyshëm. Qeverisja në komunë i ka disa sfida që nuk mundet me i zgjedhë vetëm. Bisedu më herë çështjen e kanalizimit ose ujrave të zeza. Vështirë një komunë qira do me zgjedhë vetëm, pa bugjetin nacional, pa një projekt, është një projekt, janë projekte shtrejta. Në fakt Kosova duhet me pas një plan nacional për ujrat e zeza, për shkak se ekziston një rrezik që kur zgjedhin njën ka njën komunat, njëna me i bë të lash tjetrës. Pra edhe pse ka impian ta zonë çdo komunë, ekziston rreziku që nëse këto janë të mirë të ndërlidhura në plan nacional, pra mund me kriju një lloj ndikimi negativ e njëra për tjetrën. Edhe Kosova e ka një mundësi, sa është këtë rafsht, do një dim që jemi të rrethuar prej bjezhve, po Kosova jonë është e rafsht, është e mujshme, më bo një plan nacional që nuk është distanca shumë e madhe, edhe është e mujshme më bo një plan nacional për ujrat e zeza, sikur se dim dhe që ka filluar sa kam qenë në qeveri, kem pas disa projekte të impjantive të tureve të zeza, rajonale, dhe një për Prishtinë. Po ka pas për çdo qendër rajonale një projekt. Ka një ngjeçje e shumë, është po ashtu çështja e ujit pijesh, sa rrjeti shpërndarës mundet mu rregullu prej komunës. Kandidati për kryetar të Lipjanit nga radhët e AAK-s tha se në plan programin e tyre, përparësi do të ketë për ekonominë dhe arsimin. Platforma programore e qeverisjes lokale për 4 vitet të ardhshme, unë si kandidat bashkë me ta kolegët për kandidat për asamblej, jemi të fokusuar për një qytet i cili është në të mirën e përgjithshme. Pavarësisht bindjeve politike të cilat mund të kanë, ne jemi të përkushtuar për gjithë. Qeverisja lokale është porta e parë kushtëtare për pushtetin dhe demokracinë tonë. Kjo demokraci tonë na do ta shndrojmë në të mirën e përgjithshme. Ne kërkojmë besimin e qytetarëve, kërkojmë votën e qytetarëve, vota qytetarëve është besim. Atë besim
ne do ta kthejmë në besim. Në fund të këtij tubimi elektoral u dorëzuan edhe konfirmimet zyrtare për kandidatët për kuvendin komunal të Lipjanit. Tubimin elektoral për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, nisma socialdemokrate sot e përqendroi në Obiliq. Kryetari i kësaj partie Fatmir Limaj kërkoi nga kandidati për kryetar të komunës Shefki Saliu, por edhe kandidatët për kuvend komunal që të jenë adresa e parë për nevojat e qytetarëve. Duke kërkuar mobilizim dhe angazhim të kandidatëve në kuvendin komunal, drejtues të nismes social-demokrate të Kosovës fushatën elektorale sot e vazhdua në Obiliq. Kryetari i kësaj partie, Fatmir Limaj, në pranitë e zyrtarëve lokal të partisë kërkoi nga kandidati për kryetar Shefki Salihu, por edhe kandidatët për kuvend komunal që të jenë zëri dhe adresa për shqetësimet e nevojat e banorëve të kësaj komune. Përveç këtij programi, koha është që të bashkohen njerëzit anët në Kosovë edhe në Obiliq, familjarë, njerëz me përvojë dhe gjeneratët e reja, me bashku energjinë, përvoja dhe ambicia e re, në shërbim të njerëzve këtu. Ju duhet më kthy, ju si asamblejës nesër, në Obiliq, në asamblejën e Obiliqit, ose në kuvendin e Obiliqit. Më kthy më boni zonë shumë njerëzve që s'kanë sa. Ka njerëz me shumë halle këtu sikur gjithmonë në Kosovë. E nga ana e tij, Shefki Saliu, kandidat për kryetar të Obiliqit nga nisma social-demokrate, tha se u ofron votuesve një program të veçantë e konkret. Ndër projekte kapitale, Saliu përmendi ndërtimin e stacionit modern të trenit, qendrën e mjekësisë familjare moderne dhe investime të tjera. Zhvillimi ekonomik nuk bëhet pa një program të mirëfillt, pa një plan strategjik zhvillimor të komunës me harta zonale dhe pa një park industrial i cili ne në planin tonë qeverisës të nismës social-demokrate degës tonë kemi hartuar për pjesën do të thotë vjetë, pjesën Vllazare e Poshtë. Projekti kapital është, siç e dini, ndërtimi i stacionit të trenit, është projekt i Bankës Evropiane, së bashku me West Balkan Investment, që është investimi për Ballkanin Perëndimor, është rruga e Kurudha, domethënë kanali numër 10. Në këtë takim u tha se vëmendje do t'i kushtohet edhe shtimit të hapësirave të gjelbra, si dhe investimeve të tjera që do të sjellin më pas hapjen e vendeve të reja të punës. Zonja dhe zotërin, kaq për këtë edicion informativ të Kronikës Zgjedhore. Mirupafshim dhe natën e mirë.